apo respektohen të drejtat e punëtorëve në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, vëmendja rikthehet te një realitet që për shumë kënd nuk ndryshon: kushtet e punës dhe të drejtat bazë. Në letër, ligji garanton paga të rregullta, kontrata dhe siguri në punë, por në praktik shumë punëtorë në Kosovë vazhdojnë të përballen me paga të ulta, orar të zgjatur dhe mungesë sigurie. Një nga pasojat më të mëdha është largimi masiv i fuqisë punëtore. 10 mijëra qytetarë kanë emigruar, kryesisht për kushte më të mira pune dhe paga më të larta. Madje largimi nuk ka prekur vetëm sektoret me paga më të ulta, edhe profesionistë si mjekët, ndonse ndër më të paguarit në vend, po zgjedhin të ikin për më shumë stabilitet dhe kushte më dinjitoze. Ndërkohë, problemet në vendin e punës mbeten serioze. Vitet e fundit janë shënuar edhe raste tragjike të vdekjeve në vendin e punës, shpesh si pasojë e kushteve të dobta dhe mungesës së masave të sigurisë. Qeveria ka ndërmarrë disa masa si miratimi i sigurimit shëndetësor të detyrueshëm për punëtorët, një zhvillim pozitiv. Sindikatat dhe ekspertët theksojnë se problemi kryesor nuk është mungesa e ligjeve, por zbatimi i tyre dhe kontrolli i dobët në terren. Në këtë nimaj, mesazhi është i qartë: të drejtat e punëtorëve nuk duhet të jenë vetëm premtim, por standard i përditshëm.